Kryeministri Edi Rama ka filluar të kopjojë vëllain e tij turk në çdo lëvizje. Turqia është kthyer në një shtet autoritar dhe duket se babloku po tenton të bëjë të njëjtën gjë me vendin tonë, duke menduar se është një Erdogan i dytë. Përveç ambicjes për të siguruar shumicë të cilësuar në zgjedhje dhe për të asgjësuar opozitën, Rama duket se ka kopjuar nga Turqia një plan ugurzi, i cili rrezikon jo vetëm të na kthejë në anarki, por cënon drejt për drejt liritë e qytetarëve. E kemi fjalën për skandalin e përgjimeve. Aktualisht është e konfirmuar se në vendin tonë janë futur 7 pajisje DPI, Deep Packet Inspection, të cilat janë instaluar të 2 kompanitë celulare dhe kompanitë e tjera të internetit. Qeveria pretendon se ato janë instaluar për të bllokuar TikTokun, por në fakt rreziku është më i madh. Mjafton të shohësh në internet se çfarë janë pajisjet DPI dhe kupton se në duar të gabuara ato mund të përdoren për gjithçka. Shumë kush mund të mendojë se kush e shtiu në mend Ramës të merrte pajisje të tilla, por duket se shembullin e ka marrë nga vëlla Erdogani. Turqia është ndër shtetet e para që ka instaluar pajisjet DPI për të kontrolluar qytetarët e saj. Në vitin 2017 u zbulua një gjë e tillë nga një grup studiuesish kanadez. Citizen Lab zbulon një operacion të madh spionazhi kompjuterik që u përhap në Turqi, Egjipt dhe indirekt në Siri. Operacioni, i cili filloi më 2017, ishte një injeksion rrjeti në nivel kombëtar për të ofruar spyware. Sipas hulumtimit, Deep Packet Inspection, hardware i zhvilluar nga kompania kanadezo-amerikane Sandvine, u përdor për mbikëqyrje ndërkombëtare në Turqi. Qëllimi ishte të mashtronin përdoruesit për të shkarkuar programe të bashkuara me spyware. Pas instalimit të programeve, qeveria mori akses te kamerat dhe mikrofonet e celularëve, duke përgjuar këdo, po ashtu DPI u përdor për të censuruar popullatën. Kjo pasi u bllokuan faqe si Human Rights Watch, Reporters Without Borders, Al Jazeera, Mada Masr, HuffPost Arabic, Wikipedia, Fondacioni Hollandez i Transmetimit dhe Partia e Punëtorëve të Kurdistanit, PKK. Ndërkohë qeveria turke i vuri në zbatim paketat DPI edhe gjatë protestave të javëve të fundit, pas arrestimit të kryebashkiakut të Stambollit Imamoglu. Erdogan bllokoi internetin për mbështetësit e tij, duke i penguar të organizoheshin për protesta, po ashtu kufizoi faqe të caktuara në rrjetet sociale që bënin thirrje për protesta. Me pak fjalë, pajisjet DPI janë të afta të bëjnë gjithçka. Qeveria mund të shohë çdo gjë që bëjmë ne në celular apo kompjuter, mund të kufizoj internetin, mund të infektoj celulare tani me viruse dhe të marrë akses në gjithçka, po ashtu mund të përdorë si armë për të goditur kritikët. Me pak fjalë, Rama po ecën në gjurmët e Sultan Erdoganit.